محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Të gjitha falënderimet, të gjitha adhurimet I takojnë Allahut të madhruar. Vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm Allahut I mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet, lavdatat, salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, padyshim se fjala më e mirë, fjala më e vërtetë është fjala e Allahut të madhruar që është në Kur'an. Ndërsa udhëzimi, mësimi, këshillimi, rruga më e mirë është udhëzimi, rruga e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Keni kujdes nga sajesat në fe, sepse kush sajon diçka në fe, ajo konsiderohet bidat. Bidati e çon njeriu në humbje dhe humbja përfundon në zjarr të xhehenamit. Runa Zot prej tij, neve edhe juve. Jemi tash në prag të sezonit së verës. Temperaturat po I shihni kanë ndryshuar shumë, ka ngritje të temperaturave, po ashtu edhe jemi në fund të vitit shkollor 2025-2026, kur nxënësit edhe studentët do të kenë kohë të lirë, do të kenë mundësinë që të përfitojnë nga kjo sezon e begatshme, sezon e verës, dhe prej tash, bile ndoshta pak është edhe vonë, po bile nëse s'kemi filluar prej tash të fillojmë përgatitjet, ta bëjmë një program, ta bëjmë një projekt, se si do t'i kalojmë pushimet e verës, se si do t'a kalojmë verën, sepse nuk janë pyetje aty 2-3 ditë, po janë pyetje 2 muaj të plot edhe ma shumë se sa 2 muaj. Këshilla ime për juve në përgjithësi dhe të rinjtë edhe të rejat në veçanti është që gjatë këtyre muajve, gjatë qershorit, në veçanti korrikut edhe gushtit, është të pajiseni me dije të dobishme, të pajiseni me dije fetare, sepse ato që keni mësue në për shkollat tuaja, në për kolegjet tuaja, në për universitetet ku keni bo shkollimin, nuk ju mjafton në qoftë se nuk I shtohet edhe dija fetare. Çka të mjafton ty nesër me qenë me një diplom fakulteti, apo me një master, apo me një doktoratur, edhe të ndodhë rasti, po e tha me keqarë dhe në krye qytet, që shkon njeriu me ndaj dikun, ose ta bojnë një ftesë për një konsultim ose diçka të ngjashme, dhe vjen koha e namazit, xhami nuk I afër, don mu fal. E dini sa e frikshme është, edhe dini sa është shqetësuese kur e pyet zotin e shtëpisë, "Ka keni kiblen?" Një herë ku marr një përgjigje këtu në kryeqytet, "Ka dush ti tha hoq ktheu." Ti dim tha ka dush ti ktheu. Edhe një herë ma mati pak para sa viteve, më thanë vallahi, neve s'na ka po tha vaki këtu mu këthy kur, tha, këshyre ti ku po mënesh me gjetë,
Para me dhe një shtëpi me burra dhe me gra, s'po i dit ashtë sa antar, në ashtë 7-8 antar, nuk e dishin asë një se që kishë bova ki kush me ra me kokë në sejgjde. E qka të vynë, valla, unë e kam këtë titull, e kam atë titull, atë titull. A ka me të pytë Allahu? Mos ka me të pytë në varë qëfar titulli akademik shkencor ke pas, duke mos i njëru titujt, bile, i këshilloj të rritë, me kry shkolla sa ma shumë, jo ka një si kur na që i kena kry për para, se generata jo, ndëmon, ka qenë sukses, ko gja shumë atër para luftës me kry një fakultet, po kry një ka 2, ka 3, sepse jenë letësu rrethanat, jenë letësu edhe me thonë testimet, apo kolekfiumet, apo provimet, edhe po më duket mua përveç që të fakultetet që në shkencave natyrore, që to matematik, fizik, kimi, që të pak po kanë vështërsi, e si popull në përgjësi me matematik, diçka për na ecë, për të tjerat nuk është një farë problemi, për të tjerat fakultete nuk është një farë problemi, veç do të pak me ullë, ka pak me ullë, me pi kafe, me qitë që ato librat, apo që ato shka i keni për teste, apo për provime, edhe e kalani. Mirë po, nëse kryeni shkollë, qëfar do të qofta jo, edhe nuk e dini cili është Zoti ytë, cila është feja jote, cili është libri ytë, cili është pejgamberi ytë, cila është kibla jote, qysh kimi u përgjith Zotit? A mos ka me tarë diploma aty në varë me të thëndë, lezejshtë se ke pas diplomu me notë 10-0-0. Andaj e para që duhet të keni parasysh është përkatitja me dije fetare, dije kjo që ju afron tek Allahu te bareke ve taala. Për ata Allahu i madhruar thot: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun?" Thuaj, a mund të krahasohen ata që kanë dije, që kanë ilm me ata që s'kan dije? A janë të barabartë të diturit me të paditurit? Nuk janë të barabartë. Nuk janë të barabartë, edhe s'ka nevojë me u përgjigj hiç, se e dihet edhe e din çdo njeri. Andaj, qysh me arrit të dija dobishme, qysh me arrit me mësu Kur'anin, qysh me arrit me mësu hadithin, sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, qysh me arrit me mësu halalin edhe haramin, qysh me arrit me mësu e komentin e fjalëve të Kur'anit, edhe shumë e shumë gjana tjera. Gjaja parë që do të me pas parasysh është me pas frikë Allahun. Me pas frikë Allahun, me qenë i devotshëm, me qenë njeri i mirë, sepse me gjunahet shumëta, me gabimet të shumëta, me harame që po promovohen natën edhe ditën, e me bo me hynë to, mos me në që ka me të adhonë Zotit dijen. Për ata qunat apo djemë të rije dhe vajzët të rije që thojnë s'po muj me mësu Kuranin, me lexue, ose s'po muj me mësu për mensh, unë e gjithë e them edhe privatisht, edhe publikisht, gjënaat s'po të lanë djali mirë. Gjënaat nuk po të lejkan, se gjithë këtë teknologji me dit me përdor, edhe sot në 2026, mos me dit me lexu Kur'an, unë e vetë do të me këshyr vetën pasyre, si kur tash kur dola në hutbe, normal që këshyna pasyre pak, edhe me thonë, çka s'po shkon të one, që nuk po muj me mësu fjallën e Zotit. Çka s'është në rregull me mua, ku o problemi që s'po muj mësoj fjallën e pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Hej, para me do ka njëri i ka zënë 10 deklaratat politikanëve, ka pas thonë 2005 që shtu, 2010 kështu, 2015 kështu, 2000, pa to si janë fjallë të Zotit, çka i keshti në kryje, pa to i pranën. E dini o vllazën që ka të reja, ja o din njerëzve që tyre që pëthujnë ftyra publike, edhe markat e teshave, çfarë marke ka këtu mrapa, çka i shkruan. Ja o din edhe numrin e këpucave. Atë nanës edhe të babës betona zot që shumica nuk javdin se ka numrin. Pse se si baba ki kur as me ja qit, as me i nimu me i math, as me ja ble, as me pas hiç kontakt me babën e me nanë. Dini që ka 3 lëp që ata lejtarë që i luin të ashti, dhe për bot ja o din historin, vallahin ma mirë se historin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Hej, e din ko lind, e prej Afrike ku ka shku mas pari, e prej aty pas tejte tjetri, e atje cilin fshat e ka, e cilin qytet,
e knena, e këto, e sa ka mujoren, e sa ka javoren, e sa ka ditoren, e sa ka oren, e sa ka minutin, në kanta që i shkojnë. Paj për vetin tem se kum llogarit, vallahi, kur sa më del aty në sekonda, nëse mund sekonda së më lëviz, as në minut, po nashta më lëviz të në ditet, po ty bas ditet, bas 100% se di se kam. E ju po intereson anë për ta. E ta në i qka debate për spërt thu që Zoti këtia kish pas lanë kejt ato sen. E pejgamberi mos e din kur ka linde, ku ka linde, kështu. Wallahi, po më shtan Hëzefeni ka pak, po ashtu s'pejtin gjonat elementare. E dini që pe falë namazin dikush. Bile gjumot edhe nuk pedina ka pas mi pejgamberi, as ka pas. Edhe sa i ka pas. E sa i ka njetu, sa i ka vdek, para se me vdek pejgamberi s.a.s. Dhe me thonë, jetën e një njeriu. E një njeriu që ka qenë edhe është dhe do t'jetë pishtar në ndriquës. Ta ndryshon jetën. Një njeriu që ka përzgjedh Allahu. Nuk janë dy sikur Muhamedi s.a.s. Se me qenë 2, 3, 5 tu shumë janë bre pejgamber. Pa nëse nuk e din krejt aty në pejgamberve tjera, atëre pse pejgamberit fundit nuk e din jetën e tina, mësimet e tina, udhëzimet e tina. Andaj të nderuar vëllezër, ju ftoj nga ky vend, i nderuar nga kjo shtëpi e Zotit që shfrytëzojeni kohën maksimalisht. Vallahi nuk është e sinqert me thonë njëjtë jeni, si ju dy që dini Kur'anin, si ju që se dini, njëjtë jeni. Si ju që i falni namazet, si ju që e falni vetë xhamon, njëjtë jeni. Vallahi sikur nata me ditë ka dallim. Vallahi sikur lindja me perëndim ka dallim. Andaj pylos për hatër të Zotit. Ktheni shtëpive të Zotit. Mësoni fjalën e Zotit deri kur na jepet mundësia me u mësue besimtarve musliman fenë islame në për shkolla, në për institucione. Kur të hapet atër mundësia, atëherë mësohen atje gjonat elementare, kush don me u thellu, pastaj më shumë shkon me drese apo në fakultet studime islame apo studion dikun tjetër. Amo derisa në shkollat tona si mësohet as shahadeti fëmijëve tonë, 3-ve dhe 3-jave, atëherë nëse në shkollë, jo ku ka me mësutjet e kumë përveç xhamis, se në për kafeteri nuk e mëson, në për rrugë nuk e mëson, në për lojrat të sportit, cilit do sport qoftaj nuk e mëson, atëherë opcioni i parë dhe i vetëm për momentin mbetet xhamia, po edhe kush i ka prind të ngritur, edhe din mirë për fe, edhe prindit munden me mësua fëmijët e tyne. Pa qenë i devotshëm nuk mësohet feja. Pa qenë i devotshëm nuk mësohen dispozitat e halalit edhe haramit. Për ata Allahu Teala thot: "Wattaqullah wa yuallimukumullah." Ju bëni të devotshëm, Allahu ju mëson juve. Ju bëni të devotshëm. Ti je i devotshëm, mos u mërzit, Allah e ka me të mësua krejt. Ti lexon pak, Allah e të jep shumë. Unë po çudita kur po i dëgjoj do të që po thonë, "Pe lexoj një libër, po s'di vallai, një javë dy si po shkon pe harroj krejt." Ose kur po i pyes për do romane këtu në që lexojshëm para 3-4 viteve, vallai hoxha kom pas lexuar një herë, po s'di vallai, as çka kanë ta, se din për mbajtjen, as se din domethënë tregimin as gjallë, as kur gjë që është fshi traka krejt. Normale, edhe teknologjia bashkëkohore, rrjetet sociale e kanë bërë veten. Për ata sot i shef 33-jat, çka të molisur, të plëksht, të lodhur bien me flajt. Edhe kur zgjohen, sikur me pas punu të natën. Jo me pushue, po kur dalin në për rrugë, në për shkolla, në për institucione, sidomos 33-jat thuhet që natën e kanë pas një ndrym atje në punë të shtetit, dikon edhe janë lodhës s'kanë mujt me pushue. Për shka ndodh kjo? Për shkak të lodhjes. Për shkak të lodhjes psiqike që e bojnë në për rrjetet sociale. E dyta, gjatë kësaj sezone që po na vjen, e inshallah po arrijm, shfrytëzojeni rastin me i thirr familjarët, farefisin, miqët, dashamirët, fëqinjët, kolegët, me i thirr në rrugën e Zotit, me i thirr në Islam. Shpëton dikush pse ata se muslimana, po nëse kina një që është musliman thirret direkt kështu në Islam, po nëse është në Islam, e çish po thonë disa, po vallahi përveç emrit që ka muslimanët të sen s'kam kur gjë, ose përveç që deklarohen as s'kam kur gjë, atëherë mësoja shahadetin. Mësoja shtyllat e imanit.
mësoja shtyllat e islamit, mësoja bamirësin, mësoja halalën e haramin, se që kjo është investim edhe gëzau edhe rri sigurt se është një investim kapital që ke bo. Jo dy, veç një njëri e se të në ditën e gjykimit. Edhe thot, o Zot, fale filanin, se kjo është bo sebeb one që ty të kom adhurue, që të kom bo ibadet. O Zot, fale filanin, se kjo është sebeb që ma kam su halalën e haramin. O Zot, fale filanin, se kjo është sebeb, se jem koni zhytu në haramin, gjenahet mëdhaja, kjo më kanë zirë. Si kur kërë nëzirë njerin, të përmbyt atje në deti, apo në liqen, apo dikun tjetër, e ke shpëtu, po valla, e bo sebeb me shpëtu. Qështu është me nëzirë njerin prej errësirës me qitë ndritë. A mundemi gjithë, po nëse gjithë nuk mundemi, pjesa dërmuese, një pjesë pej neve, mundemi me i thirë njerëzit në rrugën e Allahu Teala, ashtu që shtot Allahu Teala, wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Çfarë do të thotë? Le të jetë për jush një grup i njerëzve të cilët thrasin të tjerët në hajër, në punë të mira, i këshillojnë, i urnojnë në të mirë, i ndalojnë nga e keqja, sepse që ky grup që i bën këto punë, Allahu ka thonë, janë të shpëtuarit, Allahu na boft neve edhe juve prej tyre. Dhe thirrja e njerëzve në rrugën e Allahut, edhe mësimi i fesë se Allahut është zekati, dhonja e kujt e dituri, zekatul ilm, kanë thonë dietarët islam. E treta, të nderuar vëllezër, jemi duke u provokuar shpesh herë, për mos me thonë ditën edhe natën, provokime të ndryshme nga brenda dhe jashtë. Ju kisha lutur mos bëni pre provokimeve, mos bëni pre e ofendimeve që po na i bojnë të tjerët, mos bëni pre edhe e provokimeve që po bëhen në rrugë nga gjinia tjetër, edhe nga shumë gjana, edhe nga mediat, edhe nga politika, thonë të drejten, mos e viktimizoni veten, mos e shkatroni veten. Njerëzit marrin poste, marrin pare, marrin pozita, a xhamati jon një pjesë i prishin raportën ndërmjet vetit, pse ti me këto, ti me ato. Më botë sinqert Allahun, ata atje që janë e që na përfaqësojnë, ata numër 1, numër 2, numër 3 kanë interesin personal. Me përjashtime të vogla, që s'muna me përgjithësu krejt. Nuk e kanë fi se bilillah për hatër të Zotit që po dojmë minimu këti popull këti veni. Na për hatër të Evropës e për hatër dikuj tjetër, po duhet edhe me armikun shekullor që na ka vrojë, na ka mytën, na ka dhunue, na ka persekutue, e na ka shfaros me ullë edhe me përshëndet. Ku në Bruxelles, gjatja dorën, a këta të unë të nërmje veti. Nërmje veti dojnë me hangër njëni tjetër. Nuk e di qysh duhet atë dhejë kur bëhet ka luft nërmjet veti, kush me i marë karrikat, pas jetu shku në xhenet mare vëlla. Nuk jetu shku në xhenet me atë karrik, e me atë rogë. Edhe nuk e di qysh i marën, nuk e di, se dëgjova disa po i marën disa. Shtu nejt, as punojnë kurgja, as ashtu funksionu kurgja heq absolutisht, edhe me rogën aty, minimu i po mduket për një deputet dikun me ato komisionet që i kanë aty një 2000 sa ku ta di, unë jetën e ato daljet jashtë a venit e ku di, po diku i shka nashtë 3-4 pesni, a dikush nuk ka buk me hangër. Ende rastet sociale. E nëse ka njerëz që më dëgjojnë, e ju më rrinë këj mesazh veshin e tyne, keni marrë frikë Zotin nëse besani Zotin, nëse se besani Zotin, ka ne besani, keni frikë marrë. Keni frikë marrë, sa peshe sa qunat e ri pelshojnë akademin ushtarake, që ka qenë andrë të rive tonë me qenë ushtarë i ushtrisë e Kosovës. Pelshojnë FSK-n. Keni marrë frikë Zotin sa të ri pelshojnë policinë. E sa mësues, e të tjerë. Se cili të mundu me aplikun drejtimin e vetë ka Evropa.
A ka vend, po krejt me na marë sot që tash me thonë në Gjermania, krejt hajtni, se ka vend, se është plak, ka plak, 10-15 milion pensionera. Normal që du të me i zavendcu me dikën. E ma të përshtatshëm se na s'ka, pse, na kështu me na pati heshëm, edhe gjuhën ma, na gjuhën Shqipe nuk e dim pashmirë, se për gjuhë tira na ti mësojnë si vilbyla, ti me njështë ashtë i fmitun ka ta folin anglishtën, ja ka njështë gjermonishtën, pse, se kom me hin call center, se i marë 1.000 euro, 1.200 euro. E po shteti du me i thonë, që one jam call center, hajtë në call centerin tem, one ta varroge. Sa po t'japaj, qika është t'i knena ki me arë. Edhe, me keqardhe po e thëmë, çdo muj na mungon dikush prej trive. Ku po shkojnë, kur po pyesëm, mos u shkunoj po shema, jo Allahu s'ki shkuar. E kishin pranuar mjek atje në Gjermani, e kishin pranuar ku diun inxhinier apo arkitekt atje në Zizër apo në Austri. Të pranojnë se na jemi popull inteligjent, edhe jemi popull që çka integrohemi shpejt. Disa fatkeqësisht në emër të integrimit edhe asimilohen krejt mo, talon me gjuhë, me feje, me krejt, runasët. Andaj lusë Allahun Teala, qka? Që na forcon e të bojmë sabër, edhe mos të bijmë prej e provokimeve të shumta apo të ndryshme që na bojnë të tjerët. Për ata Allahu Tebareke ve Teala e ka përmend shumë, edhe e ka veçu shumë, edhe ka thonë jë me kënë, ka thonë jë me dorimtarët. Inna Allaha ma'as sabirin. Do me thonë Allah me kënë është, me ata që bojnë dorim, me ata që janë të butë, me ata që janë të kujdesshëm. Allahu na boft neve edhe juve prej tyre. Tjetra të nderuar vëllezër, keni kujdes, shfrytëzoni kohën edhe të pakten një herë në javë, jashtë xhumos, se këto e keni obligative. Këtu jam i sigurt 100% që mos me pasën xhumoja, kur që ta s'kisha mujt me i bos, ta njerëz kështu. Më mush thallat kështu. Këto e keni obligim, mos tani kesh në ders. Kësë është ders, kjo është hutbja, mesazhi i javës, këshilla e javës. Po të paktën një herë në javë. Zgjedhë një hoxh, 33 xhamia i ka për qytetin. Zgjedhë një, ullu, merë mësimin, merë dersin, se vallahin, burrat më dhej kanë dalë, e po dalin edhe kanë me dalë për shtinë e shtëpive të Zotit. Me u brumos, e me u rrit, e me u mishru me fjallën e Allahut edhe fjallën e pejgamberit, s'ka mundësi me qenë dështak, asë një herë. Andaj ju këshilloj shfrytëzojeni rastin, inshallah o Zot nuk ndodhe që po më shko mendja ka nërë se vjen është takoha dhe thët, imam i filan visteko, imam hyt ben 5 minuta, derse s'ka, mësim besim s'ka, thët dikush qysh po të shko mendja, pa i peshafon e zhvillimet që shën të ardhë, peshafon e sende që shën të ardhë. E diri që në krye qytet, organizoj një tribun që fare dush, sala sa dush, për fe, 6 muaj për para, janë na falë. Që këni me majtë aty? Ligjeratë, çfarë ligjeratë? Kush që është ai? Filan. Ai janë falë kena të zënd. E dini që edhe bashkësia me ka problem me i rezervu sallat. Pse? Se po tutën që po mushën, se mushën. Edhe mushën, nashta sa se para mendoni jo hiç. Mirë, po çka ka vështirësi, ka pengesa. E derisa sta vjen çaj e kohë. Me na i nalë edhe xhamiat, ose të paktën me na të kurr atë hapësirën, aktivitetin, shfrytëzojeni kohën. Unë çuditna me pjesën dërmuese, jo me krejt, se disa e di që në zënd, pa me disa vjetër për shembull. 80 vjet i ka bo, ama kur farfaktori nuk të është asë shpinë e vetë, asë kërkona, se vetë kërkush kurgjo, nuk merë pjesë në asë një ders. Qa ka me mësune? Ki me mësu një fjallë, mare, 30 minuta, 40 minuta, një fjallë e marsh. Ja se marrë në asë një hejse, su më hinë kry heq. Ki me marrë qka, shpërblimin të dalë të dera, Allah të të fshia gjënahet. Hinë me gjënahe, del pa gjënahe. Qita, monesh? Ishtë të muj me bo. E pa qashtu shka pra? Ama s'ka mundësi mës me marrë kërqë. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi mës me depërtu fjale Allahot që e thet ligjeruës i hoxha aty. Andaj, prezentoni vetë edhe me familjarë tuaj, sepse ju jeni përfituesit kryesor. Në fund e lusë Allahun Teala që të na forcon, e të na drejton, edhe të na mundson çdo punë që është e mirë edhe e marë, dhe lusë Allahun Teala që gjatë sezonës të verës të arruajmë veten, të ruajmë familjarët. Është krizë ka gjatë shumë, runi sytë sa të mëni. S'pa tha me vënu syza, se syza si të zeza, si të bardha me pa shifni, po
që të një por syza tjera mrena në shpirt trupit, unë ka pak shikimi se vallahi bollështire, keni ju quna të ri, ju djemë të ri, Zotë ju një muft. Po pasha Zotin, e keni vështirë, se kur provo ke matë hapë, gjithë popullë, gjithë vend, prej gjenisë femnore nuk ka pas sen 2025, e ta është pritet i njëjti trend, inshallah, nuk është ashtu me kon edhe 2026. E nuk e kemi pas këtë tradit të lakuritësis e të zhveshjes, se kemi pas as nanat, as gjyshet, as tërgjyshet, as e kemi pas në rafshin fetar këta, që po e shohim tash, as nuk e kemi pas në rafshin qka tradicional, as në rafshin kombëtar. Inshallah Allah i udhëzon çdo motra tona, sa ato tonat janë, vajzat tona, mesat tona, edhe ju bëj apel atyre motrave, mbulajeni veten, mbulajeni trupin se nuk mrin, vallahi kërkon me lakuritësi. Veç mrin në dorën, apo në kerrin, apo në shtëpin e naj që se matrapazë që po rrinë disa. Kun pa, rrinë se kanë pare. Shumë edhe veç e shpëzojnë rastin e këshyrin, ka dalë, të në ditë rrinë të të në kafe. Edhe veç këshyrin kush po ka lënë, e thane kur të ja qëllën dikon, tak, pare po kanë edhe vajzat e gjora, qka, po bien viktim, kom gabu, kërëm kone eri, e që tash, kur i eri, po të kalëzaj, mos gabo se këto lëshimet, këto kikset në rini të nëzin jetën, tash edhe ma shumë të nëzin pleqen. Allahu na falët, Allahu na udhëzoft edhe na drejtoft, e çdo herë në punë të mira dhe të mara, Allahu na udhëzoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. محمد رسول الله